Përshëndetje shikues të nderuar, po paraqitemi me episodin e 10 të podcastit Fol të televizionit të pavarur Festa në Kumanov. Njëkohësisht përshëndesim të gjithë shikuesit tanë si në Kumanov, po ashtu edhe të televizionit Uskana në Karçov, por gjithashtu përshëndetje të posaçme për diasporën tonë në të gjitha anët e botës që përcjellin sinjalin e televizionit Festa. Sot kam një mysafir të posaçëm, ish komandant policisë ushtarake të ushtrisë çlirimtare kombëtare të vitit 2001. Ish politikan, ish në realitet sportist i tashëm dhe veprimtar i dalluar. Nuk e keni vështirë për ta qelluar, bëhet fjalë për mikun tim Abedin Zymberin. Mirëmbrëma dhe mirë se erdha Abedin. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Abedin, me ty kemi shumë tema për të biseduar. Gjithmonë je atraktiv për shikuesit tanë, por çka është më e rëndësi, kemi çka të bisedojmë dhe të debatojmë. E thash se ke qenë komandant i policisë ushtarake të vitit 2001, pra të ushtrisë çlirimtare kombëtare. Ditë më parë shënuam 2 majin ditën e shpërthimit të konfliktit dhe kuptohet shpalljes së komunës së Likovës zonë e lirë. Të rikthej pak mrapa, të na japësh disa momente si ndodhi, përse ndodhi, çka solli deri te ai moment? Shiko, dimoj normalisht është dytë e veçantë e ushtrisë çlirimtare kombëtare, shkaku se paraprakisht pa të ndodhur tanusha, pa të ndodhur disa aksione të tov, kujt çka dhe fillun njerëzit pak një gati se dëshprohen. Edhe aktivitetet që të zhvilloshin për përgatitjen e luftës në Slupçan edhe në rrethinë përreth, ishin që jo me dimaj shpallet zona lirë. Dimaj në ndodhe rastisht ashtu. Këtë gjë kam dëgjuar që dikush e sqaron ndryshe, nuk ka të bëjë realiteti origjinal, nëse do dikush ta din, dimaj është kështu. Do thot, përgatitjet që i bashmi në zonën e Karadakut, atje sidomos në Slupçan, që kishmi dhe shtabet edhe gjitha, gjatë përgatitjeve hasnim shpesh herë edhe në takime direkte me ushtrinë maqedone, e cila ishte nalt në fshatin Izvor e pozicionuar. Kishin edhe karaullën nalt edhe ato vazhdimisht kalonin nëpër Slupçan. Dhe me një moment generali Malish Ndrejca kërkoi që ta bëjmë një provë, ta shohim se si do të pozicionohemi, për shkak se momentalisht kështu si jemi, askush nuk e di se ku duhet pozicionohet në rast të ndonjë rrezikut. Edhe na thirri gjithë që ishmi pror, që kishmi njësitet e tona, na thirri dhe na sqaroi se secili ku duhet pozicionohet. Edhe dha alarmin, edhe në alarmin e parë kur dulëm secili në pozicione, gati se nuk mundëm ta gjejmë secili vendin e vet. Do thotë nuk u bë suksesshëm. U kthim përsëri në vend në mrena, edhe tash në aksionin e dytë, në alarmin e dytë që dha generali, të gjithë u pozicionuam në momentin që kemi rrinë në pozitat, sicili në pozicionet e tona, dikush nga mbi stadionin te pishat në alt, ka gjujt me pushka automatike, pastaj menjëherë pas tij në kodrën e Golakut edhe atje filloi të krisma, dhe kështu që për një herë fillun të krismat e papritura që neve na befasun realisht. Ato dikush mendon se është dashur të bëhet, nuk ka dashur të bëhet, për shkak se vetëm ishin në vazhdim e aktiviteteve për zgjerimin e njësiteve. Realisht në çat moment na i zon komplet në njësit të fshatit Ramanli, cilët ishin aty për të konsultuar për formimin e njësiteve, kishmi për momentin njësitet e Llopatit, që të mbetën mrena pastaj. Do thotë kishmi ndërmend ta zgjerojmë rrjetin edhe pozicionin, fushën do thotë, fush veprimin, ndërkohësisht edhe merrmi armatim për të furnizuar ushtarët me, se unë personalisht njësitet e mia kanë qenë gjysa me armatim, gjysa kanë qenë me durthat. Edhe kështu që kjo ditë na zumi një befasi të jashtëzakonshme, cilët as pozicione s'kishmi,
as kur gjon nuk kishmi, istikame nuk kishmi, do thot. Edhe për një herë u dha një alarm që gjithë fshati të mobilizohen me të pleshë dhe fëmijë, ata që kanë mbet në për familje, të shkojnë në për shtëpiti, mushin thasë me zallë apo dhe çka kanë, për të siguru Kjo me 1 maj ka ndodhur apo më herë? Me 2 maj. Po flas për me 2 maj. Ora 15 diçka ka qenë, nuk e di saktë ora, po ka qenë mas dita. Kur zonë e lirë saksisht? Tash po vi edhe te ajo po vi. Edhe në atë moment pastaj u dha alarmi që duhet ta shpallim sa më shpejt një zonë të lirë, për shkak se tash çdo mas gjithë kësaj krizme ishte normale që armiku do të intervenon, do të na sulmon. Edhe pastaj i num pozitat e para se efton në shkova te Çeshma, ku i thonë rrugës për Kavakcinca, e num një sit, edhe secili me njësitet e veta pastaj u pozicionuan aty ku janë. Edhe pse nuk kishmi istikame, po për gjatë gjithë natës është punu, edhe familjet, edhe ushtarë, gjithë kanë punu që në mëngjes, në rast të ndonjë sulmit eventual, ne të jemi të pozicionuar gjithë. Në të nesërmën me 3-tin, me komandantikën e kisha unë një kom të bardhë, ka qenë ajo që e bëshin policinë ushtarake, edhe bashkë me komandantikën kemi dalë t'i këshofim pozicionet se a janë të gjithë të pozicionuar në përvendet e tyre ajo, dhe kur shkum dikon në Lipkov nuk kishtë pas asë një pozicion, hiq. Shkum deri në brendin e fshatit, nuk kishtë pas kërkush, pas ta intervenum të personat cilët i kishmi të saktum me njësitet e tyre, me marë masa për mu pozicionu, pas ta shkum në hotle, një ashtu edhe në hotle kanë qenë me një shtëpi nalt në fshat, edhe ata nuk kishin dalë heq. Edhe pastaj u intervenu me atë agresin që ka pas Tigri, agresiv ka qenë edhe kishtë të drejt, i qitit të pozicionuar në mes Mateqës edhe hotlës. Pastaj do thot u kthim në përvendet tona dhe sicili gjatë gjithë ditës kemi pritë edhe më kur ka pas dita dikon fillun granatimet, kështu që do thot kjo ka qenë, nuk guxojshme edhe shumë zjeromi për shkak se tash nuk kishmi edhe boll armatim, nuk kishmi kushtet të zjeromi ma shumë, as sikur të kish ndodh e planifikuar pak ma vonë me ndodh ajo gjë, do të kishmi arrit të pozicionohemi te Korudha në Llopat, te Korudha në Rambli, do thot disa pozicione që do ta kishin vështirë edhe prej Kumanovës me na granatu fshatrat e tona. Sepse do të ishmi shumë afër kazermave, do të ishmi shumë afër qyteteve, kështu që do të i kërconshmi edhe ne ata, edhe nuk do të kishin mundësi me granatu ashtu që ka ndodhur. Dhe ata provun ditën me 3 maj, provun erdhën deri te Bonari, gjytën e u kthin, pastaj nesit u vendun edhe mon nuk e lëshun atë pikë, edhe pse fillun sulmet e tona që t'i largojmë prej atij. Po mon nuk ka e mundur me largu, sepse komplet armatimin e ranë e selen ati, dhe ne u pozicionum pozicionet e tona, ato në tyrnet edhe tanë kohën, dhe gjatë gjithë zhvillimeve të luftës, janë zhvilluar të beteja. Do thotë të gjitha këto aktivitete janë pas 2 majt, pasi forcat policore ushtarake të Maqedonisë sulmuan Slupçanin dhe Vaksicën, njëkohësisht. Po, njëkohësisht. Kështu edhe ku thash te Çeshma. Pastaj edhe nuk guxojshme të kalojmë rrugës për në Vakcinë, sepse mes Vakcinës dhe Slupçanit e dini ajo ku i thonë Grovinc ka qenë një punkt i këtinve. Ka pas policë dhe ushtarak atje, po kemi shku maleve dhe në maleve janë marrë vesh me komandant tjerë cilët kanë qenë Vakcinës, që për një herë dhe atje mu shpallë zonë e lirë. Dhe tash ati filloj gjithë shka, u ban një fshara rëmuje shumë e madhe atë ditë, sidomos me dimajnë, për shkak se kërkush nuk e ditë këse shka po ndodhi befasi jashtëzakonshme. Edhe si cili me familjen e vetë mundoke të pozicionon nda propodruma, të fillon ka dritarët ndojnë thasë, që ti largon rrezikjeve, dhe kështu që 2 maj ka qenë një ditë në anën tjetër, realisht se për njësiteve që kishmi ushtar, edhe komandantëve që ishin kosovar, i vetëm unë isha që isha pi Venali, që isha edhe bara realisht bike shumë bi mu, edhe ajo përgjithësi ishte jashtëzakonisht e madhe. Në anën tjetër ishte ai gëzimi i madh. Ka shifë që komplet populata me civil, me fëmijë, me plesh, me krejt, edhe ushtarët mobilizum, ishte një fsharë, do thot u përzin atje edhe ndjenjat e dhimbjes, mërzis edhe krenaris.
Kështu edhe qarja, edhe gëzimi, krejt bashkë. Emocionet të përzira që se ke iden, në anën tjetër ishte një përgjithësi e jashtëzakonshme. Sepse gjithë përgjithësia pastaj do të bike mbi ne, fardo humbje ose mos suksesi, do të hashim ne si e prorë që kemi qenë në atë kohë. Edhe falë Zotit në ato momente, ashtu sa mundëm banam, u furnizu me armatim, atë sa pato mundësi 2 vetë me një armë për fillimin e kishme ashtu, po ka në guximi është më i madh se arma. Çfarëdo armë të është madhe nëse se ke guximin, është e kotë. Dhe kjo guximi nga ana jonë ishte shumë i fuqishëm. Edhe pastaj pala Maqedone, realisht edhe ata nuk e dishin se çka kemi na, çfarë s'kemi. Edhe as nuk guxonin me mu fut, por nga larg sulmonin që kanë adet mi gjujt familjet, mi gjujt popullatën civile, gjithmonë kështu e kanë pas. Slavat gjithmonë këtë luftë e kanë zhvillu. Asnjëherë nuk kanë dalë ball për ball me luftëtare, me luftu, po kanë gjujt gjithmonë, kanë dëmtu familjet, pozicionet e shtëpitë e familjeve, kështu me radhë thotë janë hakmarë në familje, jo direkt me ushtar. Edhe kështu ditët e para, pastaj fillojnë të binë viktimat e para, dëshmorët e parë, ata edhe më tepër fillojnë ta mobilizojnë popullin, edhe la më fuqishëm të luftojnë. Realisht kur e kujtoj atë ditë mërqethet gjithë trupi, edhe ajo ditë është diçka shumë e madhe, shkak se ndoshta edhe megjithëse që ka qenë pak rrezik se u bën pa pritmas, por në anën tjetër e përshpejtoi situatën pak, sepse kishim problem edhe pak në mobilizim. I kishin njerëzit, mendojshin se nuk do të bëhet luftë, mendojshin se do të tërhiqemi ne, edhe pse nuk ishte më të tërhiqe, po mendojshin njerëzit se ndoshta këto do të tërhiqen. Shpalla e zonës lira ditë e mobilizoi gjithë popullin, kështu që edhe ngritin një krenari të jashtëzakonshme në popullatën civile edhe në gjithçka, edhe ashtu siç ndodhi dhe vazhdoi luftat më tutje. Mirë, po gjatë ditës, popullata civile e Slupçanit, por edhe fshatrave tjerë, por e Slupçanit, gjithmonë do të mbetet në historikun e kombit. Vërtet, shiko, tash në atë kohë ndoshta kemi mendu pak ndryshe, po sikur sot nga provojat që kam, i shkon gabim që kemi ndalë popullatën civile. Për shkak se duke tentu të mbrojmë popullatën civile, ndoshta nuk kemi mund të rrim ball palës Maqedone as sa dashur. Nga aspekti taktik. Në aspektin taktik flas, po gjithherë në atë kuptim. Sepse po mos kishën popullata civile na do kishim përdor taktika të ndryshme, të kishmi sulmuar dhe ndoshta e kishmi bën një luftë që kur ato nuk të harronin për jetë. Po nga frika që popullatën civile e kishme aty, ishte pak problem edhe të zgjerohemi edhe të marrim sulme, po dashkë gjithmonë me qenë mbrojtje. Edhe është keq shkaka se gjithë ajo luftë, gjithë ato zhvillimet luftës, gjithë ai granatim që ka ndodhur, sado kalon pasojën fëmijë, kalon pasojën popullatën civile, kanë njerëzit trauma, kanë nervoz, kanë boni shkatrim i jashtëzakonshëm, do të na kthej një periudhë shumë më mbrapa na kthej. Sa vetëm 7-8 shtëpi kanë qenë të paprekura. Slupçana realisht ka qenë pi 610 shtëpive që ke dim, 8 shtëpi kanë qenë paprek. Diku në për 20% e shtëpive kanë qenë më pak damtuar shumë në kategori kemi da dhe gati 50% kanë qenë totalisht shkatruar. I mbaj mend ende në kujtesë të gjitha këto. Ju keni punu si gazetar, ja vlen ta theksoj pa më fal që po ndërhi, po si gazetar ke qenë jashtëzakonshëm, ke dhënë disa incizime të atëhershme që ekzistojnë edhe sot e kësaj dite që përkujtojnë atë situatë, keni bën një punë të jashtëzakonshëm sidomos ju gazetarët. Kemi pas obligim krahas popullatës civile, ushtrisë lirimtare kombëtare, normal edhe ne gazetarët është dashur ta luajmë rolin ton dhe me kohë të informojmë opinionin si të brendshëm po ashtu edhe opinionin e jashtëm. Si ka funksionuar policia ushtarake, komandanti së cilës keni qenë? Realisht ta them, punë më e vështirë në luftë se me qenë komandanti i policisë ushtarake nuk ka. Është një pozicion jashtëzakonshëm i vështirë se ti është dashur ta mbajsh rendin brenda zonës. Mbajsh rend. Është dashur të jesh njësi të intervenues kudo që sulmohet, ti dush me njësitë e tua të jesh pjesë e intervenimit. Kur përfundojnë sulmet,
gjithë ulen pushojnë ti dush të kthehesh prapë në mbrojtjen e popullatës civile, furnizimin me ushqim, kontrollimin, mjek, tërhiqja e plagozëve me bartja armatimit, shpërndarja e armatimit, shumë sene do thotë që 24 orë policia ushtarake ka qenë non-stop në aktivitet. Kemi qenë jashtëzakonisht shumë të angazhuar, shumë probleme ka pas normal se ti me një luftë sapo e formume, nuk i njeh personat pika kanë ardhur, kush ka ardhur, me çfarë dosje janë, kush janë, tik janë, ka qenë problem, edhe kanë ardhur me një fjalë, edhe gjithë të armatosën, ka qenë shumë ranti me majtë rendin aty. Po thëmë, një vullnet i jashtëzakonshëm edhe i shokëve me të cilët unë kam vepru, kanë qenë jashtëzakonisht shumë të thaftë, edhe mi bajtë këto punë edhe kanë qenë të vendosë me kry detyrat deri në fund. Sidomos vlen të përmenet kur bashkë me armatimin pi Dumanoci për me prunë Likov këtune, edhe me bon shpërndarjen, beso Adnan Deçani që e përmend mina shpesh shokët edhe është qërë me një sinjë është, në 12 natës, në 2 natës shkon me një kamion në Dumanoc në alt, pa drita, pa kur gjon, ngarkon në armatimin e bjen këtu edhe shokët e shpërndajnë, e është një punë jashtëzakonshme. Që kam provu në ditën normale jashtë luftës, mshel sinjtë edhe ti me vozit të penda Lipkovës e dim lakat që janë, është një diçka shaton veç Zoti e ban atë punë. Edhe shumë djemë qerë cilët për çdo mas çdo sulmi ata intervenonin me gjetë dikan mësaj plagos të bashkë në spital, apo nëse ka nevojë të çeshmi për Kosovë. Ana tjetër furnizimi me barna të spitali, të komplet do thot këtë zona ka qenë në dorë tona. Po fatmirësisht unë mirë kam vepruar që kam vepruar pak para se me fillu lufta. Sepse si komandant i policisë ushtarake para se me formu njësitin, mrena kam formu një njësit jashtë zonave me popullat, me shokë civil, shokë besueshëm. Për shembull kam pas 2 të Kumanovës, cilët për çdo sen që ndodh në Kumanovë ose niset për Likov, kam qenë informuar. Kam pas një plak, Axhi Xhemal i Meratocës, një plak ka qenë, ai 24 orë ka nejtë për mi lojan me një guri atit që ka përcjell shtrazën, kufirin Meratocës edhe për çdo sen, 24 orë ai edhe bukën ja kanë çu djemt aty, s'ka lëviz. Kam pas edhe jashtë ka Kosova në Shkupe, gjithka kam pas rreth njerëzve me cilët kanë vepruar me mua. Edhe kam qenë gjithherë informuar paraprakisht për çdo veprim që është dashur, ose kanë përcjellë një shpion, ose janë nisë me tank, sa janë nisë me kështu me armatim me këta, do të kam qenë paraprakisht informuar. Pastaj kur e formova njësitet brenda, kam te sicili batalion, po them, te sicili batalion kam pas ka një person që ka qenë, për shembull, ka qenë me gurin, njësitet e gurit, po për çdo sen që ka ndodhur aty, kam qenë informuar. Edhe realisht kur viket edhe nga tres apo edhe një diçka njësia shkoj intervenoj me kohë edhe kemi arritë që të ndërpresim që mos ndodhe më në luftë asnjë vrasje mes shokëve, asnjë grindje, asnjë kurgjon që ndoshta nga gjitha luftat që janë zhvilluar në Ballkan, sidomos shqiptarë që kanë zhvilluar, e vetmja zona e Likovës nuk ka pas vrasje gjatë luftës, po s'ka pas asnjë vrasje mas luftës. Është diçka e jashtëzakonshme për shkak se në gjitha vendet tjera pas luftës janë vrarë më shumë se gjatë luftës. Për hakmarrje ndryshme, ne kemi arritë që brenda luftës të amortizojmë senet, mos vinë të ertë e mëdha, edhe kështu që edhe ata që kanë bën probleme, i kemi marrë në burg, i kemi edukuar në atë kuptimin, edhe i kemi lëshu prapë njësitë, kanë vepruar bile më mirë se tjerë pastaj. Kështu që nuk kemi akmar për shembull për vrasje, për lloj sene, jo ki shpion, jo ai shpion, me ato sene nuk kemi marrë shkak se nuk kemi qenë gjyq. Gjyqi që është gjyq aktual, me gjitha veprimet që ban gabime në gjykim, edhe unë nuk kam desh që jem gjykues. Edhe para të arsye nuk kemi bën dhe një dam që pastaj me lën pasojë mas luftës. Gjithçka kemi amortizuar brenda luftës. Dhe kështu në atë mënyrë është zhvilluar një luftë e jashtëzakonshme edhe shumë e suksesshme. Gradualisht pastaj tu aftësu edhe djemtë tonë se realisht mos kishin qenë vllaznitë tonë pi Kosovë me provojë të jashtëzakonshme, ne s'kemi pas provojë, vullnet kemi pas plot, po provojë s'kemi pas. Edhe kështu që me kohën, me zhvillimet e luftës pastaj tonë banën provojë shumë të mëdha,
Kështu që u treguan edhe që janë luftëtarë të jashtëzakonshëm, edhe e banën që luftët jetë e suksesshme. Sa kalon të koha, forcat maqedonase të sigurisë bëheshin gjithnjë e më të ashpra, vazhdimisht të merrnin aksione, gjuanin ku arrinin. Pas 22 ditë lufta, po sa kur filloi më 2 maj, më 24 maj ndodhi tragjedia. Me sa mbaj mend, diku më 24 maj apo edhe ditët më parë, nga 100 e kusur predha bilin mbi Slupçan. Aq sa mbaj mend, me një ditë kanë pastron diku 152 predha. Ndodhi tragjedia në familjen Zymberi, ku 10 antar ranë dëshmor. Mund të na i përshkruani ato momente? Para se me orë të 24, kam të them diçka për me 22-ën. Me ngjarjen e Runicës, sulmin e Runicës, sepse lidhen disa sene. E kallën Runicën, ashtu? Po. Me 22 maj, do thot, u sulmu Runica. U sulmu Runica shumë keq, edhe në ato momente unë e pata çu 2 policë ushtarak të mit, bashkë me doktor Nagipin, me intervenu eventualisht për dënjë të plagostë atje. Mirë po rrugës du shku për Runicë, kanë qenë sulmum për njësitëve Maqedone me helikopter, po fatmirësisht ata kishin këcipi kombi edhe kanë hinë lumë poshtë, a kombi një qunë nërë me raket, edhe neve në erdhë lajmi që Nagipi bashkë me policët ushtarak është vra. Edhe ishte një para akshamit, kështu ne erdhen edhe disa djemë të Runicës na treguan se po kallet Runica. Edhe njësitet janë shlu për Runicës me ardhë pas shpinën nga bike neve për Slupçan. Tash ne, si mund të lehojmë shemëll ushtria me në ardhë për pas shpinës, edhe kam dalë para kozhinës, kam thirrë disa shokë, edhe mi bërë një grupë, me sa e diun e 8 vetë kemi qenë, edhe mi nisë për Slupçan kemi shkë, edhe mi nisë për Runicë, po ishte rrezik se ishte natë. Ishte rrezik se mund të bishmin prita në çdo luka, po në çdo dikun. Edhe kur se arroj një i zerë, më duket e ka pas me një mjekër të kuq që ka qenë i kauna lubishtës andi. Edhe çta shpithom unë po heci përpara, ju shpërnda nuk ka 10 metre mas mua edhe larg një tjetrit, se mund dikush me një kallash me dal pjellugë me na shkatru gjithëve. Mirë po, ai çaj djali që se harroj kur, llogaritë çfarë gjem kemi, ne? Ka ardhur më kanë gjitë komandanta, nuk lejoj, tha unë komandanti më vra. Pa vra unë tha ti zvritesh. Hecbe thash se unë të kam thirrë, s'm ke thirrë ti. Jo. Beso ishte ndjenje plumin me marrë dhe nuk shloj. Veç unë tha dal përpara, nuk lejoj ti me më vra. Edhe pastaj unë daj të maja në aton rrugës, unë këndaj rrugës, e çdo me njësitë kemi shku deri në Runicë, kur kemi rrinë në Runicë, e kemi pa këtë katoni shkon flak. Është e prekshme rasti i Mexhidit, për atë edhe e Ceka 22-shin. Ne u organizuam pak me xhujt, mi frigu pak ato, se ato kanë mendu se s'ka kurkush më të çekës atë, edhe kanë ladru çka ndosht. Edhe na u pozicionum kështu, edhe fillum një xhujt, njëri më lart, njëri më poshtë. Kur fillun xhujtjet e tona, ata fillun të tërhiqen. Edhe u tërhiqen e lanë katonin kënë në zjarë. Ish pas plagos me Xhidi, edhe kish pas met në therra për mi fshat, pa kona shpivjen, kona për me lumit, edhe ne pastaj hinem në për fshat. Edhe kemi bërtit, a ka dikush plagos që ta marmi, sigurisht ai ka qenë rani plagos që s'ka mund mu përgjigj, beso kishmi 10 metre kishmi kalu afërtin, edhe se ne kemi pa. Edhe kur imi kthi prap te veni ku fillum sulmin e Runicës, kur u kthim te vendi mora një lajm se ishte mëngjesi veçmo, gati se mëngjesi patar, erdhi një lajm që kanë pështu gjallë Nagipi bashkë me policë ushtarak. Ato përporroni kishin shku, ishin kthim në Slupçan, edhe pastaj na njësit shkun për lumi, na qertu kthim këndej. A me Xhidin a kam met atje, edhe mas një kohë e nez, kur na thanë se me Xhidi qështu ka qenë filan venin, edhe ka qenë i plagos, edhe gjak derë dhe sigurisht edhe ka ndru jetë. Edhe më vjen kesh gjithmonë pak një diçi sikur ndoshta me pas zgjet, ndoshta i kishmi ndihmu, po shë ka lufta.
Edhe pastaj nesërmit, unë e pash, kur ktheva Pironicës, ose realisht mbrapa që për mi katon me ardh, në kodër dhe peshok katoni as në njerit gjallë, këtë ishin pas larguën, veç ushtarët pozicionet që ishte, edhe shtëpisë, familja jeme që ishte hala pa e lëshu vendin. Edhe thash, shkoj t'i thëmë të largohen, se veç ata kanë me edhe dhe thash, s'ka hirë, se realisht shtëpia ku banonin familja... Më 23 maj, ashtu? Po, me 23 maj, me 22 do thotë, me 23 veç kormënina në mëngjes. Edhe kam shku t'i thom familjes dilni pi këtu, se kushtet s'ka më për ekzistent. Sepse vetë shtëpia ku rrinin të Skënderi aty, ka qenë në kulm edhe kati dytë keti granatu. Edhe shumë granata ka pas për anë është cëlluar. Më ndërtesë e kish humë më çdo pamjet ndërtesë. Edhe i luta hina në podrom pi thom hajdel, po e bi kamionin apo me diçka pi u tërheqi pi këtu se s'ka met më jetës. Kur se harroj një plak ka qenë në gruaja Rasimit, një plak, tha kur, tha dërsa t'jen, thash gjemët e tonë, tha në pikë të parë se ishin një 200 metre në pozicioni pjesë parë që bukën ati u bake. Dërsa t'i kemi djemë të ati, tha na për që të nëzdalë me korë. Edhe tha mës na trathoni, tha se na keni thonë që mës me lëshu venin edhe na nuk e lëshojmë venin. Edhe plesht mu e ma në gjithën kap, në qitën për jashtë, ta shka djerë këtë këtë në nëzdalë me pikë. Realisht sikur më ndjente diçka. Jam nis me vetur me shku të njësitë dhe mia në Rizare kisha. Edhe beso të shku andej një fsharvaj brendshëm plasit. Qysh, sikur më ndjente diçka. Edhe shku veprumat natë, granatimet se nalë heq. Nesërmit, më bëjnë telefon se runica shumë, vakcinica shumë rrezik. Edhe kam shku të generali për me kërku ndihmë dhe atje dhe disa njësitet mija dhe me shku me ndihmu vakcincën. Kur kam himrena, tigri edhe ishin shqetësum shumë. Ishte dikon ora 10 diçka mas shumë ishte. Edhe i pyet çka keni diçka seni në rregull, nuk kallzoj, nuk shifshim mes njëri tjetër, por nuk më tregojsh. Ora ato kish pas ndodhur rasti i familjes, unë s'kam ditë. Edhe në ato momente më thirr një kushëri pi Gjermanie, para mendoj çfarë është lidhjet janë. Edhe më thotë çështu ka ndodhur në familje, unë tu fol në telefon i pash ato shenjat e atyre që u vërtetu se për një me ka ndodhur. Kur shkoan atje shumë e pati. Ish pas bom masakër. Llogaritë tash brenda ka plas, fëmijë coptum, Valbonia, veç zoni Valbonës nuk hiqet kurrë. Se kur kam dalë për mbrapa shtëpisë për me si, ajo ishte gjallë dhe kam një të virra gjo. Po të kërkon ndihmë. Sa vjeçare ka qenë? 7 vjeç. Edhe kur kam zbrit për shkallët e poshtë, djalin tem të mollën Samirin e kam taku në fund shkallëve ish pas qeni plagost, po mendova që ka ndru jetë edhe e lash, edhe këshira disa të plagost ti të shojmë sa më shpejt në spital të Likovës. Kështu një 3 herë u kthim, i qosh atë plagost u kthi, edhe sul me sonal që në heq. Beso pislupçani, kur dilshmi për Rizare, plumët në gjitha anë shkojshin. Atit ka qenë dite të mërshme. Po, të mërshme. Kur jam këthi për smrama në hovë, e kam po më thojnë mëra Samiri po livrit djali, edhe kjenë shti merë edhe kjetë qoje. I mledha disa ma qumë në spital, pastaj u këthim me dërshok me kamion me i tërheq për ati. I tërheqen, por shatë thomë. Sa veta ishin të vdekur aty? Për momentin ishin ati 7 vetë të vdekun, Valbonia ishte vetë që plagost, pastaj e qunë në Shkup, ishte non 7 zone cila veç ishte plagost ajo e shtypën, se shtypja plas për mure e 7 zonë ka qenë. Pas një kohë, pas dijave më dëgut, pastaj i lindi fëmija, pa ajo ishte me pasoja. Edhe fëmija një ditë shto vjetoj, gruja vdiq para se me vdek fëmija. Do thotë edhe 2 shkun, plus edhe një qetërin podrum që ka ndodhë granata, edhe të njëjtën gjonë gruja 7 zonë, po ashtu edhe ajo, bile edhe ajo vdiq, mas një kohë vdiq edhe ajo, po mas lufte vdiq, edhe asaj fëmije mas një ditë e 2 që i lindi para kohë edhe vdiq. Kështu, po fatmirësisht nga 32 që ishin të plagost, sot janë gjithë mirë, nuk janë me pasoja invalidore, gjithë se cili po përmbahen ashtu, janë shëru. Fatmirësisht edhe nga gjithë ato që janë vra, kemi arrit të përtrihim emrat e tyre me lindjet e reja. Edhe ashtu ka është dasht, lufta nuk shkon pa viktima. Realisht, ne kur jemi fut në luft, kemi qenë vetëdijshëm se do të ndodhe dhe tragjedi më të mëdha,
po falë Zotit me aq ka përfundu. Tash pse ndodh familja ime, nuk duhet të se është dashur ndodhet te tjetër kush. Fatmirësisht që përfundoi lufta shpejt, u arrit në marrëveshje sado që ishte jo e kompletuar me marrëveshja, por që ndodhe si ndodhe, jemi dëshmitar gjithë pastaj të kësaj ndodhive edhe zhvillimeve pas luftës së Kandej. E din po edhe përmendë se aso ku e kam pas raportuar për mediume të ndryshme, edhe ndërkombëtare si Deutsche Welle, po edhe për RTK-n, MTV. Edhe në një raport kisha bërë përshtypje të madhe, sepse kisha përmendur një fakt se krahas vdekjeve që po ndodhin gjatë sulmeve, ka ndodhur në Sullçan edhe shumë lindje. Po. Që edhe sot më ranqethet lëkura, Fitoria vendosmërinë e popullatës së Sullçanit. Vetëm një shembull. Fitoria që u vran në luftë, më herë gjatë luftës lindi vajza tjetër, ja lanë emrin Fitore, sot e gëzon emrin Fitore. Do të thotë aq ishte i vendos popullata e Sullçanit që t'i shkojnë kësaj pune deri në fund. Dhe kur ja pas një distancë 24 vjeçare, një dashje e sigurt, zoti Abedin. Lufta e 2001-shit, UÇK-ja arriti që të ndryshoj pozitën tërësisht të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Kjo është fakt i pamohueshëm. Megjithatë u bën shumë lëshime. Arritjet e lufta ka sjellë arritje të jashtëzakonshme. Por politika pastaj i damtoi shumë edhe pak do të qëndrojmë te kjo pjesë. Mbani mend edhe ndonjë moment tjetër nga lufta që siç e përmendet rastin e Mexhidit që se harroni kohë, ka patur edhe momente tjera. Si u pranu për shembull të nesërmen apo ndodhi në vaksinë ku humbi jetën komandant Tigri. Si u pranu lajmi i Ishte realisht lajmi na që pror morëm lajmin mas pari, edhe nuk tentuam mos ta shpërndajmë pak se mund ndikonte dikush negativisht. Megjithatë ajo shpërnda pastaj, po ishte një humbje jashtëzakonshme. Humbja e Tigrit ishte diçka realisht nga unë ishte e pritur, sepse ai njeri nuk ka ditë frikë. A njerëzit që s'din frikë gjithmonë si pa tremur. Hiç. Unë realisht kur dilshim se kemi pas obligim ai si komandant brigade, edhe unë si komandant policie ushtarake, çdo mëngjes me dal mi këshiri Istikom, ata janë njerëzit ta kanë nevojë shakan. Edhe çdo herë kur dilshim në pozicione, unë heçja për Istikom me ai heçke për nalt. Edhe realisht reagimi atje, besh apo tutësh. Plumi shkavit zvrat e ke. Ma realisht vret, plumi nuk vet, është i shkavit asa i shkavit vret. Edhe unë gjithmonë kam pasur frikën se ai do të vritet shkaku se ka qenë ama bash hiç frikën nuk e ka ditë çka frika. Edhe momentin nuk e tregova momentin kur vendosi se unë dëshja të shkojmë në vaksinë, ai ma mor ata për me shku se kur e çova familjen aty te shtabi, edhe ai pa se ç'janë familjet plagoste, gjithë shkatërum. U mlef as kesh edhe ma boni tha, ti tha nuk shkon vaksinë, sa ti kujdese për familjen. Unë tha do shkoj, ma ka shtrengu dorën. Edhe kur nuk e harroj ato sinj kur atë rrepta kështu zjarri që ishin. Tha unë tha do të hakmirën për familjen. Ti tha vazhdo këtu, tha unë do shkoj, tha bëmi do shok, do i mur do të njësitit tem, edhe do njësitit vet, boni një 10 vet edhe shkoj për vaksinë. Realisht kur shkoj për vaksinë, ai unë e kam ditë mos se ai futet atje ku s'kthehet. Edhe ashtu ndodhi, ka qenë e dhimbshme, realisht ka qenë shumë e dhimbshme, po mos me pas çasi njerëz lufta nuk fitohet. Realisht për ata dëshmor Tigri është dëshmor i jashtëzakonshëm. Edhe mund t'i veçoj, nuk veçohen dëshmor, se këtë janë dëshmor, po edhe në dëshmor ka grada, se cilën është pak ma dëshmor se dëshmori. Beqir Sadiku 1, Tigri 2, Teli 3, janë persona që mbi gradën general të ushtrisë mund të thuhet, general i dëshmorëve. Sepse vërtet ato nuk e kanë ditë frikën, nuk e kanë llogarit jetën bile hiç. Kanë qenë njerëz që janë fut ku është më rreziku më i madh. Edhe fal tyne na ndoshta edhe e kemi fituar luftën pak më shpejt edhe më lehtë. A ku thove, atë kujton raste plot kam pas që kemi bërë shok të vramë. Rasti i Arifit të Llopatit, kur i kemi pru pistrime, sidomos ai ka qenë çtu i plaguar me snajper,
Këtë kjo pjesë i ka helikopter ashtu? Me snajper. Me snajper. Me snajper ka qenë i gjumë, që këtë pjesë e ka pas shpu. Pastaj në Matesh kur ndodhe granata ato ditë këto të Mehmetit familjes, edhe ato i kanë pa ato ditë vramt, ashtu keq. Stacionin e policisë. Po, edhe shumë ngjarje tjera tash mos më kohë. Megjithatë, kam arrit ta mbaj veten sot kësaj dite. Edhe një është e sigurt se lufta e UÇK-s gjatë vitit 2001 është pjesa më e lavdishme e historisë së kombit shqiptar, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por përgjithësi në kombit shqiptar. Unë për vetë kam thonë çdo sen që të punoj në jetën time është zero në krahasim me atë krenarit që kam pas gjatë luftës, edhe për cilën jam krenar që kam pas mundësinë me dhënë një kaqëre kontribut. Po përmbyllim këtë pjesën e luftës sepse për luftën e 2001-shit s'ka fond. Po s'ka fond. Kur nuk mund të përfundojnë diskutimet, debatet, sqarimet, studimet, po u alam tash brezave të reja. Kalojmë në politikë, thatë se politika dështoi pas luftës, politika ishte ajo që pse mendoni? Shiko, realisht atë që thash gjatë bisedës se marrëveshja nuk ishte as e kompletuar, sikur unë çka kam menduar. Marrëveshja e Ohrit, mendoj. Marrëveshja e Ohrit, po. Edhe megjithatë u arrit një marrëveshje që u dëshë ta respektojë, dashte pa dashte respekton se nuk individi nuk e ndryshon sendin. Po megjithatë vendosa thash pas luftës s'paku ndoshta aktiviteti jam politik do të ndryshon diçka s'paku për smiri me atë çka s'mundëm me arrit me luftë. Pse vendose pikërisht i PDSH të vazhdosh? Sepse më bën një tradhtim brenda BDI-s. Kam qenë edhe unë vetë themelues i BDI-s. Kur është majtë në Tetov, pastaj u lutën ato lojnat e fllishta si luan gjithherë në politik, edhe me eliminun. Me ndërskam sa ma banan që t'jem PDSH, pastaj unë aq realisht tom naiv, nga ki kanë sot nga kjo përvoj, kam qenë naiv. Kam mendu se ajo PDSH cilën e shifshmi aktive, me flamor, shqip, në kohën e Arber Xhaferit, mendonim se seriozisht pi partive politike kjo do të jetë një parti kombëtare, edhe shqiptare u therke, dhe mendova që këtu me të vërtet do të mund të jap kontributin tim, edhe më angazhu në mënyrën më maksimale të jetës time, me bon çmos, me sakrifiku gjithçka për me bon diçka, me dhënë një kontribut timin. U zgjedha deputet, edhe si deputet mendoj që kam bon 24 orë kam qenë disponim për gjithçka. Kam mendu se politika është ideal, ama ishte këshin gabim. Duhet mendohen në gjithë popullit ta mendojnë qashtu, por në realitet nuk ishen qashtu. Partitë politike nga ki kanë sot që i shoh, nga e provoj që kam arrit, kam marrë në përfundim se ata janë vetëm një firmë private, e cila grumbullon disa persona rreth vetë dhe mbjetojnë ata përmes votës popullore. Apo më shkurt, partia politike është grupim interesi. Grupim interesi, s'është. Edhe dhash zor në atë mënyrën time sa kisha mundësi edhe pse isha i pengum. Sidomos pi PDSH-s start isha i pengum, mos me intervenu me amandamente, pa me dhënë partia me dhënë gjanat, shatë më thue partia unë me fol. Jo shatë duone. Realisht unë problemet e anës time cila më ka votu kishin miliona problemet ndryshme. U dhe shket në bazë problemeve në të intervenoj. Edhe arte një mos marveshje, pastaj dola pi PDSH-s, formum një subjekt tjetër politik, tu mendu se hajde tash do të bëjmë diçka edhe më shumë, edhe ati dham zor, ati shkon një grupi njerëzve të cilët kishin pas intereset e veta, unë realisht shumë vonë i rash në fije, kur i arritën ato qëllimet e veta, e shkatrun partinë, komplet, ne të cilët mendonim ideal metëm kërkunish, kisha oferta më kyçin BDI e gjithkun që tërkun, realisht ashtë kequ gërdita nga politika, edhe aq shumë u dëshprova sa që i rash shumë pishmam pse u mora me politikë. Se ndoshta për shkak çatin e hajnëve, edhe do thotë edhe unë autoritetin tim, atë mundin tim, atë idealin tim e zhduka. E zhduka se njerëzit ta të përmendin si parti, nuk të përmendin si individ. Edhe u detirova 2013 me dhënë dorëheqje nga çdo send politike, edhe më pres se dite kam qenë jashtë politikës, kam pas oferta vazhdimisht edhe kam sot dhe kësaj dite. Nuk e kam ndërmend për momentin bes kam bën, po në këto rrethana, me këto njerëz nuk mund të bësh politikë, shkaku se vetë po e shihni. E shon Ali Ahmetin 24 orë,
mas një javës e shef me Alametin të nejtë. Kthehet ke qetë të pi kafe, edhe të e lavdrua Alametin. Qetri do të të shanë, si shka ndodhë me menduin, si shka ndodhë me këtë gjithë qertë, ketë kanë buru, do të të pite BDI, pite si cëlla parti politike, kur e hup interesin, ta e vend, një ikë del formon parti qeter, edhe jo të vetë dishëm se po e përçanë popullatën, a realisht për të arrit qëllimet e tjerë personale. Janë bon 100 kretar partish, realisht vetëm simbolika. A do të thotë kjo se po e humbin besimin të votuesit të elektoratit? Po, unë për çudit nëse s'pe humbin, kjo po më habit më shumë. Pse nuk po binden kjo popullatë se kur ti e shan një person, edhe nesër e shan vazhdimisht disa vite, edhe mas një kohë e arseton vetën se po duhet më konë me alirë, nëse çështja kombëtare, po marrë kapicitajnë e dyve. Kjo është të merri më i madh që populli për i beson. A realisht nuk duhet mi besu. Ja, dërgja e ke sha, po, qa po lip tash me ta. Pse po, qish po vepron, qa pa të lidhë. Do dhëtë, në këtë parimore nuk ka kur gjonë. Ka interese, grupesh njerëzve, cilët një grup i caktum, i arrin qëllimet e veta, qertë janë vetëm mjetë votimi, edhe për ta pasëru dikan, për ta majtë në karierë dikan, edhe kështu. Edhe kjo na ka sjellë pasojat mëdha në aspektin politik ndaj palës Maqedone, që tash arritjet e luftës u zbehen mas lufte. Një rast konkret, shembull, tipik. 23 vjet apo bën gusht nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit. Apo 24. 24. Dhe sot kësaj dite ti ke shumë nuk është implementuar në tërësi marrëveshja e Ohrit. Ne ende çështjen e gjuhës nuk e kemi zgjedhur. Kthim brapa. Çështja e gjuhës kujt ti besojmë tashmë? Është zyrtare apo s'është zyrtare? Edhe është gënjeshtra më e madhe një politikani kur del një funksionari që ka pozitë, nga si thot, na jemi shtet formues në Maqedoni. Do të është një gënjeshtër që pa haj populli. Po ti shtet formues ti nuk ke nevojë për ligj gjuhës. Do t'i kishe me automatizëm të gjitha që i ka Maqedon. Që i kemi pas me kushtetutën e 74-s. Edhe më e keq është që edhe ajo marrëveshje pak e cungume që ishte jo e kompletume, para fillimit të implementimit, kur u bë inkorporimin në kushtetut, ati prapë ndodhen ndryshime, që na barazu neve barabar me Romat, me Turqet, me Kret, që na banën pakic. Dhe tash ti çfarë do kërkesa ta mash për zyrtarizim gjuhës, ti të llogarit me pakic. Edhe ti nuk mund të arrish me emrin pakic, ti nuk mund të arrish gjuhën barabar me palë Maqedon. Ku qëndron faji? Po ajo është te politikanët tonë, cilët po arrin të futen në qeveri, pastaj po korruptohen, po kapan me biznise, po vjedhin, shkurt shqip po vjedhin, edhe pala Maqedone i zem, mos mendosh që si ditë se kush janë. Edhe ato ja zon bishtin me derë, edhe pastaj ato çfarë do të vendose pala Maqedone, ato janë detyruar me ngrejt gisht. Nuk mund me kundërshtu. Se e prit burgu. Po 24 vjet kështu po ndodh. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Kjo është dhimbja më e madhe që mbas edhe 24 vjetëve popullata nuk po arrin të kupton këto politikanë se çfarë janë të vepruar. Se unë kam qenë vetë deputet, kam qenë vetë në politik. Për bezë Zotit, vetëm pak të jemi të unifikum, vetëm pak të jemi të fuqishëm. O, pala Maqedona është shumë lehtë për ta fitu. Çdo drejt shqiptar është shumë lehtë për ta fitu. Po fatkeqësisht se ti e ban punën e ban, kur vjen për votim, voton ndryshe. Pse se e dishe shkon në burg. Si e komentoni këtë që ishte përfaqësimi i denj i shqiptarëve për shembull. Tash parashit një ligj, me ligj kjo të rregullohet. Më së pari është gabimi që u leju që kjo që si u thirrke pjesat që do të barabarsinë me punësimeve me qenë proporcional, këtë e eliminun, dhe kjo që i dha mundësi Maqedonit tash ti me qenë, edhe ai thotë jemi barabartë, në konkurs konkurrojmë gjithë bashkë. Po ama ti kur konkurresh në konkurs, pala Maqedone është gjumë Maqedone ati, është i ka kuadrat e pregadituna në përmende qetra. Shumë Maqedona edhe me vota, çdo drejtori me vota ta merr palën Maqedonin ta merr shqiptarin, do të humb mundësia për pak që nuk dësht të arrihet ajo, bile s'paku 25%,
tash ka fillu të zbehet, ka fillu të bjen përqinja, unë që aty ku punoj, që një vjetë e kusur janë qeveri, halas një punësim nuk ka ndodhë. Është tragedi, që ka mundësi, ka vendet lira, nuk pranon, nuk lejon pala më jetë. Si duket e nda s'kun s'ka punësime? Po s'ka, po kjo sa në regull. Kjo sa në regull, edhe disa vite u dash të punësohë në erë vetëm shqiptar, që të arrit 25%, që pas taj të shkojë në mënyra proporcionale pranimit punëtorëve. Kjo fatkeqësisht është ngecë, tak është bloku. Edhe tash na presim, edhe të e gënjy vetën se po vjen kjo parti, shkoj kjo parti, nalë se kjo po vjen njëjtë se ata, edhe po i shohim me rrethonat momentalisht shpo ndodhin. Thot, tërgje jam kundër tynë, tradhtar gjithçka, tash po kthehena, po bëmi bashk. Pse nuk dalin me sqaru cili është qëllimi që po bëmi bashk? Kjo do të thotë se po humbim kohë në vendumrim. Humbim kohë. Dikush dëni shërbim i palës tjetër ashtu punun ka drejtim që Milan popullatën mu shatit andej, mos me mund një herë mu stabilizu, mu bon bashkë me një tavolinë mu ullë, edhe shqiptarët me për një vendim të përbashkat. Kjo anë kushtet për qeveri se u bon mirë, s'u bon asë një asim qeveri. Fatkeqësisht, minzi prit të dera njoni nëse se pranon qetërin hinje. Pa kushte, pa kur gjo. Edhe kur hiti pa kushte në qeverisje, normal që pala qetër lunë që shdonë ty, ta jap një kaqore që ti merë ti një tender, edhe me qatë tender edhe të lidh, edhe ti mo zoni zgëzër me bon. Fatkeqësisht, për ata se njerëzit e korruptum kur nuk kanë guxim të flasin. Njerëzit hajna, njerëzit që lëvizin, nuk janë në gjendje ato me pas guximin, se kanë dose gjithë. Fatkeqësisht kanë dose. Ti hajshti 4 mandate mbrana BDI-s, postet të jashtëzakonshme, pastaj formon parti politike dhe thuj unë jam patrioti. Është absurd. Dërgje ke qenë me qata, ke hongër me qata, sot unë jam patrioti, ajo është tradhtari. Pastaj del qetri, pi ati te ai qetri del, thot ai tradhtari edhe vetëm si seni mi të morën, është turp i madh. Turp i madh realisht. Edhe pse ka mund, unë sa kam pa në politikë vetë kam qenë, kishte mundësi shumë të mëdha me arrit shumë të arriturat që kur si kemi pas. Po kjo që po ndodh është e dhimbshme edhe për atë arsye unë jam shumë i revoltuar, shumë i dëshpëruar nga politika, edhe kritikoj, flas, po fatkeqësisht çato popullat cilët mas shumti kanë probleme, më ofendojnë mua. Komente, siç po e dim tash përmes portaleve, degradojnë për 24 orë shpallin tradhtar. Shpallin herot dikush që lidhe me jetën s'ka pa ka rri pasuritë çuditshme, edhe tash mas pasurisë edhe votojnë mas tin edhe shkojnë çdo që është temë shumë e zgjeruar, është deti në veti, edhe është e dhimbshme fatkeqësisht. Sepse po vepron ala po. Megjithatë, zotja Bedin, partia që doli pas luftës, pra BDI-ja ishte më së gjati në pushtet. Po. Ishte garantuese se do të garantuese tash. Shpresdhënëse se do të realizojnë të gjitha ato që ishin të nënshkruar në marrëveshjen e Ohrit. Po megjithatë ja. 24 vjet kaloi. 24 vjet i njëjti funksionar është. Nuk ka ndryshime në BDI, nuk ka reforma në BDI. Unë e kuptoj, t'ishe 2 mandate në politikë. 1 mandat, hajde provoja kjo, 2 mandat me arrit sukseset. I 3 mandat është e teprume, shko të shtëpia. Te na i kije, sidomos në BDI, i kije 25 vjet drejtor, 25 vjet deputet, 25 vjet ministër, ti po prit për ndryshim për qati, nuk ka shans kur me ndodhë kjo. Koha hes, njerëzit shkollohen, ndryshohen, reforma ndodhin nëpër botë, shumë sene ndodhin, te na politikanët e njëjtë. 20 vjet, as komunizmi nuk e ka pas që thonë, dikush me nis karrierën e punësimin e parë me pas deputet, edhe me dalë në pension deputet. Kjo as në komunizëm nuk ka ndodhë. Se sikur të është pensionin e madh do ta ketë. Ai ç'do. Sa do ta gëzon me rëndësi. Sepse gëzimi i qeveri i pensionit tash kur ti ke bën vepra. Ama kur ke lënë mangët do të brejnë gjithmonë ajo nëse je njeri. Po situatën aktuale politike si e vlerëson? Unë bash momentalisht po e shoh lamsh, sepse lufta kryesore e Vomoros edhe ka qenë edhe kampanja është zhvilluar në atë mënyrë që Maqedoninë do t'ja kthejnë maqedonëve. Ka qenë parull. Edhe atë parull është të mundu me implementuar në praktikë. Gradualisht BDI-n është e shkatërru,
në atë kuptimin e qiti në pozit, edhe mendum që BDI-ja do të reformohet s'pako pak, edhe do të starton me një grup të rish, cilët 30 vjet presin rend mi ardha reni si njerëz intelektuale, njerëz gjute, gjemtri, këtë, do thot nuk po ju vjen shpresa, nuk po ju vjen mundësia me më kish në politik, me njerëz të vjetër. Me njerëz të vjetër nuk ka ndryshime. Kjo po thoni për të BDI-ja. Për të BDI-ja po flas, për të BDI-ja tash po flas. Edhe unë personalisht kam qenë kundër BDI-s, kam pas dëshirë që të jetë në opozitë, s'pako ndoshta mos po reformohet. Edhe gjithherë dhe kam shkrujt edhe kam folë që BDI-ja duhet shkojë në opozitë. Tu shpresu se këto që do të vinë ndoshta do të ndryshojnë diçka. Realisht këto që kanë ardhur janë personat e BDI-s, vetëm transformuar me një tjetër subjekt politik, edhe të njëjti avaz ka fillu. E njëjta gjonë në lëvizje nuk ke në asnjë drejtim, shifën tash, edhe realisht unë personalisht po them nuk po shoh një subjekt i ri, dhe një djalë i ri, i pastër që kyçet në politikë edhe e ndryshon këtë situatë. Mendoni se dyert janë të mbyllura në për subjektet politike për kuadrët e reja? Janë mbyllura, definitivisht janë mbyllura. I morin si votues, po jo si kuadro, për mi shfrytzu si kuadro dhe me dhon mundësin si kuadro me dhon kontributin e tyre. Këta janë të izolum. Po ngritet zonën më njëherë për jashtohesh, ose jo rastisht shpërngulja e shumë të rive të shkollum që po shkojnë jashtë, është pikërisht kjo, se ka prit 20 vjet se pi vjen radha mu kyç edhe me dhon kontributin e tyre, atë nuk i ban mall kushi. Edhe ato e shohin veten se kjo padrejtësi pi shkon jeta edhe do të thotë nuk pi vën mundësi, edhe po hikin jashtë se po gjejnë mundësinë më të madhe jashtë. Kjo është edhe dhimbshme shumë se kuadrin e gatshëm që kemi pas problem përpara për kuadër. Gjithë sakrificë është bërë për të kriju kuadrët, sot kuadrët e gatshëm për na ikin jashtë. Kjo është shumë e dhimbshme. Po dërkur të shkoje, pikërisht mund po të shoh që nuk ka koni zgjedhje. Edhe sikur të ketë zgjedhje të reja, do të fillojnë avazi vjetër, sepse të njëjtët persona, nuk ka ndryshim, nuk po shoh reforma në asnjë parti politike. Hiç, çato që janë, çato veç po bartën herë atje, me të njëjtit njerëz më na u kalon truni. Seriozisht po. Unë jo rastisht i kam thonë vetës, largohu se gjeneratat e reja kanë ardhur. O koha ta, me qenë legjenda, ku e di çfarë geniali më konë intelektual, kur vjen koha mas 10 vetëve ti të kalon afati, kemi afat edhe na njerëzit. Kalon afati, vinë gjenerata të reja, me mentalitet ndryshe, me rrethana ndryshe, dhe tash ti dush ta lirosh rrugën, nëse se liron rrugën, ti jetë rrethar. Për mua është rrethar ai që se liron rrugën. Sepse të fish këshirë të labron për veti, edhe shkatron gjithçka. Atë që 20-30 vjet i njëjti funksionar, kur ta pyet çka ke bën ti, s'ke shka nxjerr një element që të thush që këtë shenjë kalon, s'pako e kalon në diçka. Është dhimbshme. Edhe vazhdon populli të gënjehet, edhe kësaj dite ti shkon mbrapa, edhe sot kësaj dite mas 30 vjet, unë e kuptoj njërin, e kupton pse ke njoft, ja ke dhënë një mandat për 4 mandate, se për 4 vjet s'e njofta. Në mandatin e dytë e njeh më. Po dytin e tretin të katërt. Ama ti mos ta njefsh, edhe 10 mandate të kalon dikush, edhe mos ta njefsh kush është. Edhe hala të vazhdon të gënjejnë, do thot pak duhet më nal njëri me mendru. Pas politikës je vërtet një zë kritik. Ke shkruar edhe kolumna dhe analiza. Në botën demokratike, kritika është e shëndetshme. Po tifset kanë pranu, ju kanë betë ndokujt hatri kur kritikon... Unë e shoh që vazhdimisht kur kritikoj diçka, askush nuk nalet të analizon se çka kam thonë. Po fillojnë komentet ose ofendimet pse kritikove BDI, ose pse kritikove Balançën, pavarësisht kjo të tjerët. Do thotë nuk e nxjerr bërthamën e asaj që kam thonë. Thashun është e shëndetshme. Gjithmonë atë që e them unë është ka ona e votuesit, jo ka ona e politikanëve. Jam kundër politikanëve për votuesit. A votuesit gjithmonë e marrin të kundërtën. Sigur jam kundër atij, edhe marr kritika, po kurse kam lodh kryt për ta. Sepse kur do me bëni punë të mirë, bani edhe mos ndodhe një guri me të rrxu. Vazhdo deri në fund, unë kam vendosur derisa të jem gjallë, s'pako ta kem fytyrën të pastër, që sot e kësaj dite kur në jetën time unë as fëmijët e mi, edhe kam lënë amanat, 1 euro nuk guxon ta shti haram në shtëpi. Edhe kur nuk kam tentu në shtëpinë të popullatës në të përfitoj ose të bëj diçka. Kur në jetën time.
Përkundrazi, sa kam qenë politiku në shkatrova me ka krejt. Edhe pa shtëpi isha edhe me ta rrugëve 4 vet pas mandatit deputetit në pa rrugë kam qenë pa punë pa kurrë. Mos të largova pi politikës unë ka shtu shkatru krejt. Edhe fizikisht ka shtu shkatru edhe se më ekonomikisht mos flas. Si njohësi rrethanave, si e vlerëson situatën aktuale politike dhe në 2 shtete të tjera shqiptare, në Kosovë dhe në Shqipëri. Sa Në do që Kosovë kishim zgjedhje, në Shqipëri tash do të kemi sot një të dielën zgjedhje. po flas më së pari për Shqipëri, atë sa mendoj unë tash mund të mos thët ashtu si thon unë, po unë çfarë mendoj? Pavarësisht kritikave që ja bën Edi Ramas, pavarësisht sulmeve që i bën ndaj tij, Edi Rama ka ndryshuar Shqipërinë, folim realisht. Ata të cilët shkojnë më shpesh në Shqipëri i shohin ato ndryshime. Shqipëria ka ndryshuar në çdo aspekt. Si në aspektin ekonomik, si në zhvillimor, në gjithçka, në aspektin ndërkombëtar, politikisht, në çdo sferë Shqipëria ka ndryshuar pamjen. Edhe pse ka të llovina, dërsa tjetë Salia ka me shkaktu të llovina, se për mendimin tim Sali Berisha është një tradhtar i kombit, pavarësisht kush çish don ta mendon, shkaku se gjithë që 30 vjet Shqipërinë e ka zonë peng, edhe nuk e le më lëviz nga ajo që thash më përpara. Nuk lejon. Koha aty është më penzon me shku, jo me më mora akoma. Ai akoma manipulon. E ka shkatruar deri në fund, tash tenton e Allah të vazhdon ta shkatron. Edhe kjo e ka kriju një tollovi, e mban një tollovi peng, një grup njerëzish që mban peng në Shqipëri. Megjithatë Rama prap vazhdon me besoj që me fitoren e tij, edhe me aktivitetet të cilët do projektet janë shumë projekte të mëdha, dhash Zotit që dalin deri në fund dhe Shqipëria po merr frym ndryshe. Por me ditë që në Shqipëria pyet palën Maqedone, ata tregojnë, ata thonë për na vën kese, për na kanë kapërsi. Kush kemi qenë na, kush kanë qenë ata, ato na kanë kapërsi. Do thotë, është një sinjal që kërsharmikot je më i fortë. Sa i përket Kosovës, realisht kam menduar që edhe këtë mandat do t'i japin Albin Kurtit, sepse Albin Kurti nisi do gjona shumë të fuqishme. Për mu, çlirimi i territorit Kosovës është temeli i politikës. Unë për vetje po flas. E dyta, atë sa ka mund e ka ndalë korrupsionin, se e dimna se ç'ka është vepruar në Kosovë. Kam menduar s'paku ajo që thash se një mandat i ka zgjidhur probleme, mandatin tjetër kam prit që do të jetë i suksesshëm, edhe sigurisht që do të tregojnë rezultatet e më të tjeshëm. Mirë po mafia politike që ekziston në Kosovë e ka izoluar në këta rrugët edhe e ka bllokuar komplet sistemin politik në Kosovë. E ka zonë, që me thonë, me një qërësokak, cilët është shumë vështirë me dalë. Është konë mirë, s'paku të zgjidhet kryetari i parlamentit, në të fillojnë ato afatet e cilët janë për krimin e qeverisë, mos mundi me formu qeverinë, ta formon qetëri, ose të shkohen zgjedhjet e tashme. Këto është bën me qëllim nga opozita një blok, çka unë jam të dyshuar se ato mos po punojnë me agjenda të huaja me blloku shtetin në këtë mënyrë. Por kur po thonë se do ta formojmë na qeverinë, dihet që ato punojnë do ta formojnë me palën serbe, me atë deputetët serb. Megjithatë, inshallah shkojnë zgjedhjet e tashme, edhe një herë, edhe në zgjedhjet e tashme definohet fituesi edhe ndoshta mos po del Kosova pi krizë. Zotja Vedin, edhe 2 minuta, për drejta shkaluan 58 minuta dhe 2 minuta kemi kohë. Po, shpejt dhe gjithmonë bisedat me ty janë vjatë thash interesante. Në fund do të kisha pyet. Viteve tonë fundit e nisëm me 2 majin do ta përfundojmë emision. Viteve të fundit nuk të shohim në tubimin e 2 majit në Slupçan. Pse? Realisht, shkaku se 2 majit për ja hupin vlerën që e ka 2 maji. 2 maji, në vend që tjetë tubim i luftetarve për popullatën, është kriju tubime partijake, po më thonë, ose, që me thonë, po izolohen ata cilët kanë qenë direkt kiqën me 2 majin, edhe as pak nuk pi jipët vlerë, ose dimenzione cilët duhet të jipët për 2 majin ati tubimi, për kundrazi, po vinë figura politike, figura dështuara, po dalin, majnë fjalime, ulen rreshtin e parë para familjeve dëshmore që janë shumë e dhimbshme, edhe kështu që na për tubime, cilët humbin vlerën e 2 majit, unë nuk marr pjesë.
Mesazhi juaj, do me thonë, është politika të hjek dur nga... Spaku politikanë në tubimet e luftës duhet dalin në rreshtet e fundit. Se hajde në tubimet partijake janë funksionarët e partive, dihet, po spaku në tubimet e luftës nuk e kanë vendin në rreshtin e parë. Rreshtin e parë e kanë familjet e dëshmorëve, prorët e ushtrisë shërimtare, edhe invalid dhe këtë me radhë, ato cilët e kanë kriju dimajnë. E jo tulen i hunit i konopit, edhe shkan shmeransi dhe fjalimet që po ndodhin për dimajnë, s'kan dëvojnë kur gjo me dimajnë. Edhe kjo është për atë arsye. Zotja Bedin, ishte kënaqësi që të pata mysafir në emision. Faleminderit shumë. Me siguri takimin tjetër, mas në një viti, do të flasim për ndryshimet. Po për ndryshimet. Shikues nderuar, edhe juve ju falenderojmë që ishit pjesë e episodit të 10 të podcastit Fol të televizionit Festa. Miru pafshim me episodin e 11.